kohë, Kosovës ja kanë bashkangjit Leposavicin edhe Lëshakun në pjesë të Zveçanit. Do të ata kufi. Aja pjesë është dhuruar nga antishqiptari famkeqi Aleksandar Rankovici. Dhe sot, kur ndalin dhe vlasin disa që jenë në ide të Rankovicit, ato jenë papranueshme. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të ta ngellin analizë. Ja pra sot bëhet fjala për PDK-n, sepse gjithmonë PDK-ja ma shumë të po ka debate. Kështu që unë spari i kërkoj falje votuesve të PDK-s, edhe gjithë nga ana PDK-s, që unë nuk kam kur gjë me asnjë politikan, unë nuk kam kur gjë me asnjë votues PDK-s, thjesht po bëjmë analizë. Se peshot që po fynin shumë, po ofendonin shumë, por mu kjo nuk ma shumë intereson fare. Por unë vetëm për korrektësi, po dale po ja spjegoj, që unë nuk kam kur gjë me juve absolutisht as me njëri gjallë, thjesht po bëj analizë, sepse një parti, ose një njeri që bën dom shtetit, ose ka dashur me bëu dom shtetit, ne jem njerëz që kemi drejt me debatu. Kurse ju që fyeni ofendoni, ju veç vazhdoni se mirë jeni në rrugë të Zotit. Miq të dashur, unë nuk e kuptoj, s'po muna me kuptu, s'po arri me kuptu PDK-n edhe deputetët e PDK-ve. PDK-s, më falni, se pe shtrese e kam. Por shkojmë të dëgjojmë videon, miq, të diskutojmë zbashku disa deputet se çfarë mendimi kanë për Mitrovicën Veriore. Mos harroni o deputet Mitrovica Veriore, e ju PDK-ja ratë e ndat Mitrovicën Veriore, me fjalë Mitrovica Veriore, që kur për thëmë këtë fjalë turp po vjen për vetvetes. Mitrovica. Po ja, që e datë që për thëmë Mitrovica Veriore është shqiptar, është e jona. Pa Mitrovicë s'kemi gjallë. Nuk guxojna me nda Mitrovicën. Janë vllaznit ton, janë motrat tona, është gjaku jonë. Për i drejtona pikrisht PDK-s edhe mas shumëti LDK-s edhe AK-s. Po këto dyja janë që kanë thonë Rankovici nga ka falë, si që ndëgjut edhe vetë, edhe kjo Haziri, kjo ala ma dorë shlirë, 17 fshatra dhe kjo du të me adhonë Sërbis. Po mbi gjithë to miq, shkojmë të dëgjojmë videon komplet e të diskutojmë së bashku i lutem. Shkojna. Batiri, edhe një farë analisti Kajtazi, s'po di kush është. Dhe ju mendoni se Gone mirë. pas 99-s ka qenë gjithçka mirë deri në ardhjen e Albin Kurtit në veri? Shumë mirë ka qenë, ne kemi ndërtu shtetin e Kosovës. Qësh fare një ranti miq, thot shumë mirë ka qenë. Qysh ka qenë shumë mirë vëlla. E ke pas kufi në Urtibrit. Ku peshet e tatë mirë. A nashta unë dhe Bathiri si kena pa mirë. Apo s'kena dash me shku, jena tut me shku. S'na kanon me hi. Apo qa është fjalla? Apo s'kena guzu me shku. E tash po shkojmë falmer Zotit, po lkuna për venit, po shkojmë, po i vizitojmë vllazit tonë, motrat tona, gjakun tonë. Tash o mirë, tash më është me thonë mirë, analist Kajtazis, po di kush je. Me këne keni ndërtu shtetin e Kosovës, zoti Kajtazi? Ka kjo shtetin e Kosovës. Me kriminal, zoti Kajtazi, me kriminal e keni ndërtuar shtetin e Kosovës pjesën e veriut. Agim Bathiri. Dhe ju dini shumë mirë se kush kanë qenë ata që ju në vesh në policinë e Kosovës njerëzit kriminal të veriut që një personalisht. Vallaj bre, o Agim, o bablok, veç kështë ta kuaj nati, bravo të qoftë. Pej kur ku marrë vesh që e ke ndalu shqitin e Trepqës, edhe murin që e ke rëzu murin, që e qitin murin, mërë 24 ore e qitin murin e ke rëzu, unë të respekteja vlog maksimum. Për sytë ballet, je i paparë, Zotit trujt me gjithë familje. Këto janë zhargone të cilat përdoren për përfitime politike. Jo, nuk është kur për
Apo unë me analizumi që po thot, ju po folni po për përfitimin politike. Nuk janë në gjendje me pranu vëlla, nuk janë në gjendje me pranu të mirat e Albin Kurtit vëlla, e lëvizjes vetë vendosje. Çfarë po jena politik o nderum, se s'po ndos po di kush je. Çfarë po jena politik o burr? Ta ka që kufinin ku duf me kon. Ti ka bu 5 stacionin policisë. Ta ka nish Radojqiqin. Villën e tina përdorim policia jonë, i mone përdorim ne. Ku është dinari, ku janë tabla, ku janë strukturat ilegale, birot. Që shmona burës për vjetë tërp, me dalë me thonë këto sane? Bravo i koft, vallahi bravo i koft. Realitet, ata rojat e urës, të cilët kanë qenë dhe i kanë maltretuar shqiptarët në pjesën e Veriut, dhe i kanë përzonë 12.000 qytetarë të Mitrovicës dhe i kanë vendosur në pjesën e jugut, disa të vrarë dhe disa të plagosur. Ata njerëz, vetëm dëgjova shumë mirë të dëgjoj. Normal. Dhe ata njerëz të cilët kanë bërë më të keqen e mundshme për shqiptarët që kanë jetuar në pjesën e Veriut. Ata njerëz duke kalon shqiptarët kthehen në pjesën e Veriut. Tek miqtë e dashur që tash me kohën e Albin Kurtit, po kthehen shtëpiat veta, mas 25 vite. Kjo është knasivre, kjo knasi për neve, që unë s'kom në atona absolutikisht as shtëpi as kur gjeq. Po për ata, për ai që u kthyin shtëpiat vet, unë dal në trup tina, lëkur tina, më kthi mas 25 vjetë, që trupi po më rëqethat. E ky zotniju këtu, thot, nëna konë ma mirë atëherë, se tash përbes kjo dokument. Përbes miqtë e dashur kjo në dokument. Me dalë me gëny, ashtë i qare, burë para televizionit, të i ditë që krejtë bota e din këto sene. Kjo është absurde. Ju jeni që po më shtini me bo video, po në ashtini gjithë neve me bo video, Allah, se po gënjeni para televizionit. Ju jeni ata që keni mbyllë sytë për gjitha, qysh po i thoni Mitrovicën Veriore. Kanë bo që kanë dasht. Kalzoj e pullë të ndërun, që kanë bo që kanë dasht dhe i së Albin Kurti. Qas kanë pas, qas kanë bo, tënat zezat, i kanë përzorë shqiptarë për atut, i kanë re, javë kanë marrë me zorë, banesat, lokalit, javë kanë pagu së kanë dasht vetë. E tash, Albin Kurti po i thënë vend, ku i në konë. Sikur benzinajnë e sodit, që i rëzoj Fush Kosovë, se i mora vesh ku është, edhe këthen shtetë. Po kjo është e tërtim, të s'po du me i këtim, kjo është e tërtim, po flasëm për Mitrovicën Veriore. Turp për sytë bollet, trupi po përqetë kër po thëmë Mitrovicën Veriore, se nuk e në mësur me thëmë Mitrovicën Veriore. Pej mas luftën a boni PDK-ja, në dati Mitrovicën Veriore. Plus, edhe keni gabu, edhe keni do Mitrovicën, edhe prapë po thënë, jo, ka qenë ma mirë, tash sështë, atëher ka qenë ma mirë. Po mirë, ka qenë ma mirë, atë dini pse? Se keni bashkëpunu bashkë. Se unë që s'kom bashkëpunu me ta, unë s'po thëmë që jo konë ma mirë. Edhe s'kom asë një biznis se kom atje. Amo, para tokën më gjende me dekë. Jem vllazit tonë, motra tona, gjoko jonë. E juve si PDK, masi është në mirë, në regull, vazhdojmë, shkojnë amiq. Ata njerëzt me parët, me thos, i kanë ble tokët të shqiptarëve.
Në herë i kanë përzën. Më falë? Hajtë thuni që jo tash. Për dhe këtë deli thuni që jo, së është e vërtet. Kjo është e vërtet se dim tonë, ka po bota. Ata i kanë blet tokat të shqiptarëve, i kanë ndërtuar objekte dhe i kanë instaluar njerëz nga ex-Jugoslavia në pjesën e veriut. Bati ti po thosh që fare s'ka qenë integrimi, asnjëherë s'ka ndodhur. Absolut kur. Kustrim të shumë mirë, kustrim të adiku. Tani ata po thonë që ekzistencën de facto edhe dhe euro ndonje e Kustrim të adiku, ti e di shumë mirë pa vlog. Po okej, ti e gazetar, ti mund është bon pyetje sa për me vez muhabet. Po ti di shumë mirë, a ka qenë, a s'ka qenë. Shkojnë amec? veriut në urë të jipit. Kjo ka qenë. Gjitha strukturat cilat kanë qenë pej as deri në zhë ka qenë në favor të sërbëve, të cilat kanë qenë në pjesën e veriut, duke pas strukturat kriminale në krye. Kjo është me vërtet. Kjo është me vërtet miq sekret që ka tha Gjen Batire. Shkojmë të ndëgjojmë grudën që atë gruda. Këtë PDK-s, mas shumë të kjo është ajo miq të dashur, edhe e votuese PDK-s, që po më ofendoni. Kjo është ajo që më shtrimu me bu. Cën të ndëgjoj prej PDK-s, thot Mitrovica ka qenë mirë. Votuese PDK-s, nëse jo, i hani këto fore mu një keq, po një nuk i hajmë këto fore. Se na kemë si për me po, kemë tru për me menu, kemë vesh për me ndëgju. Unë vje shumë keq, po kjo realitete. Shkojnë amiq? Kujnë Halil, Kosova, prej që me favor, prej 2008-ës, veç një herë ka ndodhë me hysërdia me trupa mrena në teritorit Kosovës, ajo në Banjsk. Po pse ka poso për parem gruda për i përseris? Pse ka poso vëj me hi mrena? Pa e ka qenë aty? Ka. A e ka në me hi tash? Po tash s'munit. Kërë orën, vëqiqe, për para, urën e kanë ly me flamurët, urën e imonë të kom fjallin, me ngjyrat flamurit sërbis. Ti e di shumë mirë ta, e çfarë kontrole i bëshin urës, e çfarë kontrole, çfarë sene. Tash, që 6 vjetë? Ku është? A në majtë në zgjedhje? Do të me artë tërp me folë për besë, Allah. Për fund për vete keni, po duhet me artë tërp pak. Rani thuni ke vidh, bo qa dush sene. A më vre, kër vjen puna për kom, kër vjen puna për tukë të Kosovës, bo në bre bashkë? Kër ga bon njëri, edhe që bashkohet, nuk ka problem. Njëri ga bon, prefektove që lëmizot. Edhe Albini nuk është i pagabushëm. Edhe Albini ga bon, po Albini i ga bon do gabime që nuk bojnë domë në Kosovë. Albini nuk bon gabim me lëshu kufi. Albini nuk bon domë me shqit tokë të Kosovës. Nuk bon domë, nuk gabon, unë fali, me vjellë. Ta është e gabim të vogël aty ai prefekt është, normal që edhe ai mund me gabu. Po gjitha këto i falin. A mu jusë për pranoni? Bravo, burra. Shkojnë amiq? Kur s'ka u guzume. Nëse mund të thoni që ka siguri Kosova, ndërkohë që hynë me kilometra, a mund të dush me marrë anën pozitiv? Qibre po dhu s'ka siguri, bre. Qibre s'ka siguri që tash shkon sikur me shku, si me shku në Skenderaj, si me shku në Mitrovica Veriore, njësaj. Si me shku në Prishtinë, njësaj. Si me shku në Pej, Gjakov, njësaj. S'pas ka siguri. Mire ki. Bravo. Shkona amiq? Ka i po që shkatoj, edhe suksesi duhet mu përmen. Edhe si që shkatoj, kura do i qësisët. Kura do i qësisët do... E lip Interpoli, Serbi. Ke arrua? E tash të ndëgjojmë miq, në fillim kur e nisa, të ndëgjojmë, se çka thoj ke, Hashim Thaç, për Zveçarin, e Leposavicin. Atë ko, Qëre mirë. Kosovës ja kanë
bashkangjit Leposavicin edhe Lishakun në pjesë të zveçanit. Do thotë ata kufi. Ta shqip. Ajo pjesë është dhuruar nga antishqiptari famkeqi Aleksandar Rankovici. Unë nuk e di spari, mu vjen keq ku je atje, kom qef sot me të po të shpija jote. Ato s'ka diskutim. Po për këtë deklarat që i ke bo, për këtë Mitrovicë në Veriore që i ke thonë ti, ke dash me shqit kur halal më s'koft. As kur halal poplit s'ka me ta bo. Me mënu, me tregu histori, pa i pas 2 lidhje me kry. Me dalë me gëni poplin, me thonë që na ka falë Rankovici, është turpi i botës. Është turpi i botës. A keni një mis në herë, a keni digju në herë që Serbia apo Rankovici ka falë tokë dikujna? Unë për veti jo. A me marë po. Me marë ka marë sa ka mujtë. Për shta në ka vra. Për shta në ka mprej, në ka ngri, në ka dhunu. Për me në përzon për Kosovës. E qifti këti janë alfabeti. Pra po thomë, unë vje keq është atje. Unë kom qef sot, pra për sëres me konë shpit vetë. Po qifti këti janë alfabeti. Me të ndo Kosovën. Mi thona ka folë Rankovici. Me fjallë Vučićit. Kjo është dokument me që. Për bes kjo është dokument. Edhe ma interesant të vjenë me së dashër. Për votusve. Unë kom një pyti për votusve për të kësë. E të të kësë, e ta kësë. Por, zoti, a i vjen juve gjëna burra, që këm pas do Mitrovica Veriore, që jak një gjitë këtë amen. A i që dhimit juve, se më i pas dhimit, i që darë kështë folën fjallëve? E kështë këndështuve, kështë thonë, jo, Hashim këtu zbon. Ashtu ke jonja. Asë një fjallë. Hashimi keq, folë keq, jo, masina keq. Kjo më ka nëmë shumë për shtypje, botuse për të kësë. Nuk bëna burë, me abo sigurat, ha qa po anë ti pasëll, valada vë i pasëll. Qa po anë ti gullash, valada vë i gullash. Ha qa të ha të burë, mësa qa ha anë. Edhe këtu, mësë folë qa të kryetari partijës, o vla. Se mund me gabu. E ju këtë votus më Athina. Bravo. Respekt. Nesër me bo me dalë Albin Kurti me thonë, Mitrovica sështë e jonja. E sheni. Ama dhe sa hajtë thotë po është e jonja, unë jam i detyruar me dalë me mbrojt. Se po mbron mu, po më mbron vllazët e modat e mia. E unë Hashimi s'una me mbrojt. A i ka dorë ma hiq një copë të Kosovës. Plus të kena ka folë Rankovici. Këtë copë të keja ka shtu Rankovici, historioni. Historion broja. Aruna Zami që dashër. Mi që dashër, kjo është e vite për sot, Zotë ju rujt, mire po shumë, vitë radha. Pozit, respekt, përshëndetin nga Oslo, i përshëndes.